Jama erdha edhe unë, pas një shkëputje të gjatë fizike nga klinika, shumë ishin njerëzit të cilët më pyesin, hej Hyrida, a je më në Shqipëri, pse na le e të tjera me radhë. Sigurisht ishte një periudhë rreth 3 muaj e pak larg vendit, për një specializim dhe një research shkencor në Ente Hospitalore Kantonale të Luganos në Zvicër, ku me thënë të drejtën përveç se jam lodhur dhe kam ndjerë mungesën e Shqipërisë, vendit, familjes e gjithë më radhë, edhe e kam shijuar në ekstrem. Dhe patjetër që jam karikuar qoftë me energji, por edhe me dije dhe praktika të reja për sa i takon zhvillimit të këtij profesioni. Sigurisht janë veçori të cilat mund t'i marrin vetëm nëse bëjmë trajnime, dhe unë gjithmonë kam qenë fanse e individëve të cilët zhvillojnë profesionin e tyre, karrierën e tyre edhe jashtë Shqipërisë në mënyrë që të sjellin më të mirën për andej dhe ku më mirë se sa në Zvicër. Dhe kështu për të gjithë ata që kanë dashur ta bëjnë një konsult fizike me mua, por unë nuk kam qenë, tashmë janë pranë jush në disponim, mjafton që të vini një orar dhe një datë të caktuar për ta kryer këtë konsult me qetësi. Ju mirëpres me shumë dashuri dhe vërtet më ka marrë malli të lodhe me juve tani.